Të dy. Menaxhon më mirë gruaja? Burri. Pse? Ti menaxhoj vetëm jetë. Për çfarë arsye? Kush i menaxhon më mirë nga të dy? Të dy. Janë ekonomikar. Ata që janë. Edhe kur fiton njëri më shumë? Ë? Edhe nëse fiton njëri më shumë? Kush fitoj më shumë? Burri për shembull. Po merr 5 lekë më shumë. I bashkojnë, i kanë bashkë prapë. Pse ti me burrin i keni të ndale, se jo të rritë kështu i boni. Kemi ndarë. Në 10 vjetit s'kemi bo, që asë njerë. Në 10 vjetit i mlidhëm sa kishim, e ne i kishim. Nuk i dashim, kishim bashkë. Të blejmë mish, të blejmë damate, të blejmë speca, të marrim bukë. E në lekët rrijin aty në tavolinë, nuk rrijin kështu për në gjepat. Kanë dalë tash, atje ka ai që ajo përputhja atje. E shefte atë? Qa kuptimi ka ajo? Ai merr lekët e stacionit, ata që bëjnë ato, marrin rrogët, i fusin për në gjepat, e në delti atje, atje, e në humbë shëtyrën tate.